Mbreti Charles i heq princit Andrew të gjithë titujt dhe përjashton nga rezidenca mbretërore. Buckingham Palace ka njoftuar se mbreti Charles III ka hequr vllait të tij, princit Andrew, të gjithë titujt që i kishin mbetur dhe e ka detyruar të largohet nga rezidenca e tij mbretërore. Në një deklaratë zyrtare, pallati bëri ditur se tashmë ai do të njihet me emrin Andrew Mountbatten Windsor dhe jo më si princ. Ky vendim vjen pas zhvillimeve të fundit që lidhen me marrëdhënien e tij me të dënuarin për krime seksuale, Jeffrey. Buckingham Palace theksoi se ka nisur procesin zyrtar të heqjes së titujve, duke nënvizuar se familja mbretërore qëndron në krah viktimave dhe të mbijetuarve në çdo formë abuzimi. Fëmijët e princit Andrew, princesha Beatrice dhe princesha Eugenia do të ruajnë titujt e tyre mbretëror. Sipas BBC-s, Andrew nuk kundërshtoi vendimin e mbretit për t'u zhvendosur nga titujt dhe për t'u larguar nga rezidenca e tij. Deklarata e plotë e pallatit. Madhëria e tij ka nisur sot një proces zyrtar për heqjen e titujve dhe nderimeve të princit Andrew. Deri më sot, kontrata qiras e rezidencës Royal Lounge i siguronte atij mbrojtje ligjore për të qëndruar dhe për të vazhduar të qëndronte aty. Tani ai është njoftuar zyrtarisht për ndërprerjen e kontratës dhe do të zhvendoset në një banesë private alternative. Këto masa konsiderohen domosdoshme, pavarësisht se ai vijon të mohojë akuzat kundër tij. Madhëritë e tyre duan të bëjnë të qartë se mendimet dhe keqardhja e tyre me thellë kanë qenë dhe do të mbeten me viktimat dhe të mbijetuarit e çdo forme abuzimi. Presioni ndaj pallatit për të larguar Andrew nga rezidenca ishte rritur ndjeshëm pasi më herët të muaj ai u detyrua të hiqte dorë edhe nga titulli i dukës së Yorkut për shkak të lidhjeve me Epstein dhe akuzave të Virginia Giuffre. Deri më sot, kontrata e qiras e rezidencës i siguronte atij mbrojtje ligjore për të vazhduar të qëndronte aty. Tani ai është njoftuar zyrtarisht për ndërprerjen e kontratës dhe do të zhvendoset në një banesë private alternative. Këto masa konsiderohen domosdoshme, pavarësisht se ai vijon të mohojë akuzat e tij. Presioni ndaj pallatit për të larguar Andrew nga rezidenca ishte rritur ndjeshëm pasi më herët të muaj ai u detyrua të hiqte dorë nga titulli i dukës së Yorkut për shkak edhe të lidhjeve me Epstein dhe akuzave nga Virginia Giuffre.